Përshëndetje nga Top Tani Podcast. Me mua sot është një personazh shumë i dashur për publikun shqiptar, e cila i mungon në fakt pak medias, del rrallë dhe jam shumë e lumtur që e kam sot. Me mua është Ami Tosta. Faleminderit. Mirë se gjej Ilda në këtë ambient shumë të lezetshëm edhe kënaqësi që jam me ty. Në fakt jam shumë e gëzuar sepse na ka marrë malli Ami. Je pak larg medias edhe me intervista dhe me daljet. Pse kjo zgjedhje? Me thënë drejtën, kjo ishte edhe arsyeja që tek ty zgjodha të vi, sepse kam pak me pikatore këto daljet e mia publike të fundit. Nuk është se ka qenë ndonjë zgjedhje, le të themi ndonjë rregull që unë vendosa një ditë dhe thash nuk do shfaqem më, por ka ardhur shumë gradualisht. Për shkak të rutinës së punës, ditëve, pastaj kur ti largohesh të duket si një botë tjetër ajo që ke qenë pjesë dikur. Tash një botë tjetër televizion për ty? Një botë tjetër që e kujtoj dhe e shoh me shumë admirim. Patjetër kam shumë kënaqësi kur kujtoj çfarë kam bërë, kam marrë shumë nga televizioni, por tashmë jeta më ka sjell në ca shina të tjera, ku jam shumë e lumtur dhe e shoh me nostalgji televizionin, por jo me keqardhje, që nuk jam më pjesë. E shoh si një vetë që do të jesh një ditë prapë pjesë? Nuk e mendoj, me thënë drejtën, nuk them kur jo, por nuk është se e mendoj që ta tërheq si gjë që të filloj të analizoj çfarë formati, çfarë do më pëlqente ose të ndjej keqardhje. Thash, kam vetëm një nostalgji, kujtime shumë të bukura, por nuk ma bën klik. Nuk kam emocion. Në momentin që ti s'ke emocione për diçka, aty ti nuk je më mirë. Ndoshta është e zauruar si cikël. Ndoshta. Kur i rikthesh në kujtime, cili është ai program që e kujton me nostalgji? Unë nuk është se kam bërë shumë programe, le të themi, por Portokallin, Dancing, më pas ka qenë Lufta e Nusëve që ishte një projekt, mund të themi gjithashtu, midis biznesit dhe televizionit, por të gjitha kanë atë veçantinë e vet. Unë nga Portokallia kam mësuar shumë, aty mësova disiplinën, mësova se si duhet të sillesh, si të komportohesh, mësova nga aktorët, mësova nga regjizori shumë, dhe ishte një shkollë më vete. Unë vija nga një background artistik, por të një fushë tjetër, siç është baleti, nga televizioni Klan, ku aty u linda si personazh. Për te balerinës doli dhe një prezantuese. Tenet Vere, në mos gaboj. Tenet Vere, kam qenë pjesë e trupës me Albinako në fillimet e mia, edhe pastaj mori rastësisht rastësisht, po kur i kthem tani nuk them që ka qenë rastësisht, se asnjë gjë nuk ndodh në mënyrë rastësore. Mora shumë nga televizioni, disiplinën e vlerësoj shumë dhe të punuarit në grup, të punuarit me përpikmëri, dhe ajo që mësova më së shumti është që ti nëse ke një qëllim në atë gjë që duhet ta bësh, nuk ka asgjë që mund të ndali, sepse ti në këtë orë, në këtë ditë do jesh live, do jesh përpara njerëzve dhe do duhet ta kryesh misionin tënd. Dhe kjo është një disiplinë për njerëzit që punojnë në ekran. Ti ndihmon patjetër edhe në jetën e përditshme. Patjetër, kjo është një aset që ty të formëson si individ. Po tashmë si rutina jote, mëngjesi, dita jote e zakonshme? Dita ime e zakonshme, kur kemi shkollë, unë çohem çdo ditë në orën 7, bëj gati fëmijët për në shkollë, dhe pastaj filloj bëhem gati vetë, nuk ham mëngjes kryesisht, ose marr diçka shumë të vogël për ta ngrënë në punë, shkoj menjëherë në zyrë, bëhem gati dhe dal nga shtëpia. Se po futa në krevat, të flesh pra. Nuk jam njëri mëngjesi, por mundohem që ta shtyp atë veten. Të fëmijët në të presionin e orarit të mëngjesit, si shumë prej nesh. Për mua shumë mirë, se thash, unë nuk jam njëri mëngjesi, unë mund të rri natën vonë sa të duash, por në mëngjes më pëlqen të rri pak në krevat, ta marr pak shumë me bje. Me fëmijët, çfarë ekuilibrin bën për pjesën e shkollës, për këtë elit, jetë një nën tolerante, pak e rrejt, e disiplinuar, si e gjithë të balancë? Nuk jam e rrekt, por jam e rregullt, do thoja. E rrekt nuk jam, sepse nuk mendoj që mëmësia duhet marrë këtë konotacion. Mamat dihet që janë më të ngarkuara, që duhet bëjnë dhe punën dhe familjen, që shpeshherë janë ato që harxojnë më shumë kohë me fëmijët dhe kjo të ezauron pak të lodh.
Por nuk duhet harrojmë që fëmijëria një herë kalon dhe atë çka përjetojnë fëmijët, ne duhet ta përcjellim siç do donim të na thoshin ne prindrit tan, apo siç do donim të shihnim pra fëmijët të lumtur, që nuk mund të jemi rrept me ta. E rregullt po, mundohem të jem e rregullt, të krijoj disiplinën tek fëmijët, më pëlqen shumë që fëmijëve t'i stimuloj disiplinën, sepse mendoj që është një nga asetet që ata do ta kenë për jetë me vete dhe do të ndihmojnë në çdo rrugtim që do marrin. Përshtypja që më jepet nga Instagrami, me sa shoh, është që Ermani përgatitet shumë. Loz, patjetër që loz. Ermani është ai që loz më tepër dhe shumë mirë bën. Unë jam pro jo ndarjes së detyrave në shtëpi, por që roli i nënës nuk ka si të ç'bëhet, është roli i nënës. Ndërsa babai ka një rol tjetër dhe sigurisht fati jon është që kemi një mashkull që edhe na argëton me lojra dhe që është gazmor dhe që patjetër ditët tona kur jemi të katërt nuk janë asnjëherë rutinë, nuk janë asnjëherë të mërzitshme. Si është një diel juaj, si organizoni një diel tipike pa udhëtime? Ne zakonisht pëlqejmë shumë të bëhemi me miq tanë. Nuk para preferojmë të rrim vetëm ose të rrim të pa organizuar. Pra gjithmonë e kemi një plan se çfarë do bëjmë, ku do shkojmë, nuk mund ta lëmë ditën kështu të vënë përpara, po të mërzitemi në një ditë pushimi. Kemi ato rregullat tona që të paktën 2 herë në vit duhet të bëjmë pushime të katërt, pa praninë e asnjëriu tjetër. Po bëni pushime? Patjetër që bëjmë edhe çift dhe i bëjmë dhe të planifikuara, zakonisht në periudhën e vjeshtës. Bëjmë ndonjë përkujtim në një datë? Po, në fakt kemi për vjetorin e martesës, edhe na është bërë si rutinë që gjithmonë ikim të dy diku, çdo vit, por edhe gjatë vitit. Madje kemi edhe një rregull shumë interesant që ne të dy dalim çdo javë, ose për një ditë SPA-je, ose për një drekë, ose për një darkë, por vetëm të dy, dhe dalim jashtë jo në shtëpi. Se në shtëpi nuk na bie të takohemi shpesh me të drejtën përveç fundjavave. E drejtë, për gjithkohës jeta me familje. Në këto rregulla e kemi vënë dhe jam shumë e lumtur dhe me të vërtetë që ndikojnë në energjinë dhe në të gjithë harmoninë që krijohet në familje. Në çifte, në familje, do më shumë e rëndësishme kjo privatësia e çiftit. Patjetër. Aplikohet pak, nuk se kemi një rregull. Është e nevojshme sepse java ditët ikim pa kuptuar dhe ti ikim me ngarkesat e ditës, kështu që çifti ka nevojë të ketë një moment të ri, të bisedojë pa zhurmën dhe pa ndërhyrjet e fëmijëve. Pa praninë e asnjëriu tjetër dhe pa asnjë shqetësim. Madje edhe telefonat mundohemi t'i lëmë manjana dhe mos t'i ngacmojmë, që të orientojmë dhe të fokusohemi te njëri tjetri, qoftë edhe për gjërat e vogla që kanë kaluar gjatë javës ose për ta shijuar praninë dhe momentin me njëri tjetrin. Kjo është një shembull i mirë që duhet. E kemi vënë edhe në kalendar, kështu që ose njëri ose tjetri ka përgjegjësinë patjetër që ta kujtojë që ajo ditë duhet bëhet. Duhet të harruar procesi. Amin, të këto takimet me miqtë, i shoh që mbiten dhe në shtëpi, kush gatuan, kush lodhet më shumë, kush merret me dekorin e shtëpisë, tavolinë ose në Instagram duken shumë të bukura, po edhe në një aktive besoj. Po, Instagram duken të bukura, po nuk janë gjithmonë aq bukura. Po, ne është e vërtet bëhemi shumë me miq tan, kemi një grup shumë të ngushtë që edhe ata kanë fëmijë dhe fëmijët janë në një moshë të përafërt me fëmijët tan, kështu që kur janë mirë fëmijët jemi dhe ne shumë mirë. Organizohemi edhe në shtëpinë tonë, pothuajse çdo javë ose një herë në 2 javë. Nuk është se bëjmë gjithmonë festa me dekore dhe të bukura, por ne shijojmë njëri tjetrin dhe na pëlqejnë shumë ato bisedat, bëjmë ndonjë zgar, shohim dokumentar ose filma, organizojmë lojra brenda të shtëpisë. Se tu dua të di. Çfarë ne kemi në kuzhinë? Me të drejtën gatimin e kam shumë qejf dhe më jepet për të gatuar, por nuk është se aplikoj. Kjo është një nga ato pengjet e kohëve të fundit, por it's okay. Gatuan normale. Kështu është në zgar. Dinamika. Po, qofse jemi për zgar, gjithmonë kemi Ermalin të parin. Për te rutinës familjare, biznesi yt, Ami Events, ka dalë pak në hije për të marrë vendin Ami Beauty. Ti një konkurrencë mes dy bizneseve, aktualisht? Po, në fakt e ndjej ndonjëherë që unë punoj në një zyrë dhe të dy stafe të dy bizneseve i kam aty rreth rrotull dhe shoh ndonjëherë veten që bëj një switch shumë të fortë nga fustanet, eventet, pastaj në takimin tjetër kaloj tek prodhimi, formulat dhe ingredientët. Aspekt. Kjo ka qenë pak sfiduese, me thënë drejtën.
por shumë inspiruese, shumë frymëzuese, edhe më ka bërë realisht të dal nga comfort zona, të sfidoj pak veten, të informohem rreth fushës dhe industrisë së kozmetikës, por patjetër jo që ka ngelur pas dore Ami Event, pasi unë atë kam dashurinë e parë, aty e nisa rrugtimin tim në biznes, por sigurisht Ami Event duke përmbushur gati 20 vite në treg, është një kompani me një organigram dhe le themi një sistem të konsoliduar me një emër të maturuar në treg, që ka më të lehtë të vazhdoj deri diku edhe me personat përgjegjës janë për departamente. Ndërsa Amis Beauty po përmbyll 5 vjeçarin e saj këtë vit. Është një industri, siç e thash, komplet tjetër, më është dashur të studioj, të merrem me të, të informohem. Si të lindi ideja për të bërë Amis Beauty? Pas pandemisë ka qenë ideja për të bërë diçka tjetër. Siç e ceke në fillim, kalimi nga televizioni në biznes, biznesi u rrit, u vu në shinat e tij dhe sigurisht gjithmonë ajo kërkesa për vetë zhvillim dhe për të krijuar diçka të re, se biznesi këtë të ofron, Ila të jep liri. Jo, ajo që kam kuptuar dhe ajo që vlerësoj dhe çfarë më bën mua të jem në paqe dhe shumë e qetë me veten time, se biznesi të jep lirinë të krijosh dhe të realizosh atë që ti mendon mund ta vësh në jetë. Pa pyetur dikë, as shefin edhe as drejtorin e televizionit. Është e bukur se ti ke adrenalinën se riskun e merr ti, përgjegjësinë e ke ti dhe suksesin e dështimin ato varen nga ty. Kështu që kjo të sfidon dhe kjo të përfshin në 24 orë, ndryshe nga një televizioni që po e marr shembull, meqense ka qenë dikur puna ime, por që fillon dhe përfundon aty me atë kornizën që ti e diktuar të bësh. Kështu që në këtë kontekst lindi Amis Beauty për të kaluar pak ato limitet e mia, për dal nga comfort zona dhe ishte një fushë ku më intrigonte. Mua gjithmonë më kanë spikatur njerëzit për flokët dhe për lëkurën e shëndetshme. Këtyre do kaloj në një aspekt ndoshta si përfaqësor në këtë rast, por editorialet që ke bërë për të promovuar Amis Beauty janë fantastik. Faleminderit. Po mundohemi gjithmonë që të jemi dhe të mundohemi të punojmë me njerëzit profesionistë, por ideja ka qenë kjo, nisur nga komplimentat edhe produkti fizik, mendova që pse jo, këtë gjë mund ta shpalos më mirë duke krijuar produkte edhe për të gjitha vajzat dhe zonjat e tjera. Dhe si ecën, domethënë 5 vite ka arritur të po përmbushim vitin e 5, jam shumë e lumtur që kemi bërë hapa të maturuar në zgjerimin edhe të tregut, qoftë edhe në B2B apo në të gjithë strukturën që kemi vendosur në Amis Beauty. Portofoli produkteve është zhvilluar. Ajo që unë jam shumë krenare se kemi krijuar produkte të cilat shumë nga mira, le them, klientë që janë bërë në këto 5 vite janë besnik dhe realisht kanë një feedback super pozitiv. Besnikëria e klientelës është ajo që mua më frymëzon dhe forcon rrënjët e mia, i bën gjithmonë më të forta për të krijuar produkte. Sa produkte keni në portofol? Kemi 19. Dhe jemi duke punuar sepse kjo botë është e pafundme. E vërtet. Self-care ka një domethënë evoluojnë shumë gjërat, kërkohen vitet e fundit ka pasur një boom ekspansioni. Industria e kozmetikës ka qenë në qendër të vëmendjes. Sigurisht edhe figurat mediatike kanë bërë fit me brendet e tyre dhe kanë shfrytzuar. Patjetër që kjo gjë të ndihmon, por unë them që nuk është gjithçka. Absolutisht ti duhet të ndërtosh sisteme, duhet të krijosh komunitetin tënd të njerëzve dhe të atyre zonave që të besojnë, dhe që në fund fare është produkti ai që fiton. Nëse ti mund të bësh marketingun më të mirë, por janë ata që e provojnë, janë ata që të testojnë. Nuk vlen edhe këtë kam krijuar në mendjen time dhe kam ideuar që prej fillimit për të krijuar një linjë e cila do të ishte jo avangarde, sepse nuk mendoj të bëj revolucion në këtë industri, është bërë kjo gjë përpara nesh dhe unë
Unë kam dashur të krijoj një komunitet i cili do të besojë në këto produkte që janë me ingredientë të pastër, të formuluar dhe që janë vërtet, le themi, mbajnë atë stampën premium. Nga cilësia dhe nga vetë fakti që prodhohen në fabrikat të mira në Milano, pra këtë gjë nuk kam dashur ta bëj kompromis. Duke ditur dhe duke parë tani nga afër edhe pak këto, le themi, sekretet profesionale të industrisë ku shoh që nuk ka asgjë të jashtëzakonshme me super brandet. Absolutisht asgjë. Emri, patjetër që ka një bazë se si është ndërtuar, por ingredientët ato janë. 10, 15, aty rrotullohet e gjithë gjëja. Edhe aty kombinohen, kështu që i kam thënë vetes që duhet të vazhdoj dhe të krijoj produkte sa më elitare dhe të kem vazhdimsi në tregun shqiptar dhe jo vetëm, sepse qëllimi im ka qenë që të shkoj përtej kufijve shqiptare. Produktet krijohen në Itali. Krijohen në Itali. Që nga formulimi deri ambalazhimi. Aktualisht ju jeni dhe në Amazon, që jeni dhe brendi i parë shqiptar që ka hyrë dhe shitet aty. Po, është vërtet, që prej nëntorit të vitit të kaluar, pasi e mbyllur vitin me një lajm shumë të mirë. Në fakt, hyrja e Amis Beauty në Amazon është një, përveç se patjetër është një ngjarje e madhe, le të themi, në karrierën time në këtë drejtim, sepse ai është një super platformë e-commerce-it në botë, është platforma më e madhe në botë e e-commerce-it, kështu që nuk ishte lehtë, unë kam rreth 2 vite e gjysmë që bëja përpjekje për të futur në Amazon, sepse gjithmonë ideja ime ka qenë që Amis Beauty të jetë international dhe jo të ndalem në kufit e Shqipërisë, por nuk ishte fare lehtë. Specialistet e produkte shqiptare është shumë e vështirë për të bërë, nuk është se në Shqipëri është në të hartë. Nga përfaqësia që ne kemi tashmë në Itali, aty u hapën disa dyer të reja dhe si përfundim jemi të certifikuar si brand zyrtar në Amazon. Në Amazon Italia, gjithmonë sepse nga Shqipëria nuk është e mundur që të futeshim. Ndërkohë ke në mendje një tjetër biznes se do zhvillohet, e ka marrë tani rrugën Amis Beauty? Për momentin jo, Ilda, për momentin jo, sepse dua që ashtu siç me Ami Event kalova dhe jam në rrugtimin e saj me një kalvar të gjatë sfidash, suksesesh dhe patjetër që duhet koha e maturimit. Nuk mendoj që duhet kaloj kaq shpejt një biznes tjetër, por mendoj që për momentin të jap fokusin e merituar këtyre bizneseve që kam në menaxhim dhe të jem krenare për produktet që shërbej për komunitetet e tyre. Mali sa ndikon te bizneset e tua, të ndihmon, orienton, këshillohesh patjetër? Patjetër që po. Patjetër që po, ne vendimet, jo për klishe, për thënë që i marrim bashkë, por patjetër që i diskutojmë bashkë, edhe këshillohemi për aq sa mundemi tek njëri tjetri dhe aq sa na takon. Secili ka rrugtimin e tij, ideja dhe kreativiteti lind në mënyrë personale të secili nga ne, pastaj atë iden e diskutojmë edhe mund ta zhvillojmë e çojmë në dimensione tjera dhe bashkë. Ndërkohë, Hana tjetër Ermali është i dedikuar mentorimit, motivimit. Sa ke qenë ti gatshme në fillim për ta përqafuar këtë ndryshim të jetës së tij? Unë nuk është se kam, si me thënë, e gatshme. Kam qenë e gatshme gjithmonë sepse unë Ermalin e kam parë të transformohet drejt rrugtimi. Nuk është se ai u ngrit një ditë dhe tha unë do bëj këtë gjë sot. Por ne prej shumë vitesh kemi qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme. Së fillim për efektin që ato do jepnin për bizneset tona. Por pastaj kjo ide u zhvillua dhe pati një kështu si thirrje të brendshme tek Ermali që këto leksione, këto dije, këtë gjë që bëjnë mentorët ndërkombëtar, unë mund ta bëj për shqiptarët, dhe pse jo? Kush mund ta ndaloj? Dhe kështu filloi kjo gjë. Ai e ka talent dhe përveç se talent të qenit në skenë dhe artin e komunikimit, pra ai do gjithkohës të komunikojë me njerëzit që atë që ka së brendshme e ka të nevojshme ta transmetojë.
ndryshojnë dhe nga unë për shembull, që gjërat mund të flenë tek unë shumë mirë dhe në atë rrethin tim të ngushtë, ndërsa Ermali ka të nevojshme që ti transmetoj te një audiencë më e madhe gjërat dhe tha pse jo. Kështu që kjo gjë ka ardhur natyrshëm, por unë e di punën e madhe që ai ka bërë dhe që vazhdon të bëjë për zhvillimin e tij personal, duke marrë ende dhe patjetër do vazhdoj gjithkohës të ketë trajnime të vazhdueshme me coach të ndryshëm ndërkombëtar. Dhe mund të them që këto nuk janë vetëm trajnime, por në momentin që flasim pas 6 viteve që ai e ka nisur këtë punë, është krijuar si një lëvizje, një komunitet i tërë që e përfaqëson dhe e përqafon këtë lloj rrymë motivimi dhe këtë lloj frekuence të menduarit të njerëzit. Ti vetë ke një mentor apo ai është Ermali në këtë drejtim? Mentor. Nëse do thoja një mentor, mua pëlqen shumë në biznes Brian Tracy. E kemi dëgjuar shpesh nëpër trajnimet edhe live që e ka bërë, kam lexuar libra aty, më pëlqen shumë mënyra si ai shpjegon edhe si të orienton drejt biznesit. Po pa diskutim, Ermali, pse jo? Është një mentor brenda dhe jashtë shtëpisë. Ndërkohë që teksa zhvillon konferenca, trajnime, mbush palatën e kongreseve plot, ka pasur dhe komente që kanë rënduar ndoshta tek ju. Ka pas diçka që të ka mërzitur shumë, Ami? Shiko, Ilda, ne të dy jemi rritur në ambiente artistike. Pra, backgroundi jon ka ardhur që në klasë të 5, jemi rritur në të tilla ambiente dhe fama tek ne ka ardhur gradualisht. Nuk është se sot hapëm një faqe Instagrami, u bëm të njohur për 24 orë, se për një muaj dhe nuk do dinim si ta menaxhonim. Te ne ka qenë krejt ndryshe dhe mendoj që kjo gjë na ka forcuar. Duke na forcuar më shumë rrënje dhe duke besuar në vlerat që vërtet ne kemi dhe në atë çka bëjmë, dhe duke na krijuar atë mburojën ndaj këtyre, le të themi, fjalëve apo baltës që mund të hedhur edhe ndaj Ermalit. Por në fund fare, edhe kur i kemi dëgjuar dhe kur i kemi lexuar këto lajme, në fund fare kemi qeshur, sepse ajo që mua më duket çudia dhe absurditeti më i madh është që komentet vijnë nga njerëz që nuk e kanë shkelur asnjëherë sallën e trajnimit. Patjetër që një reflektim apo një opinion i dikujt mund të jetë i vlefshëm ose mund të jetë thjesht mendimi i tij, por minimalisht ti opinionin mund ta japësh pasi të kesh parë, lexuar dhe dëgjuar çfarë flitet. Kështu që për sa kohë këto fjalë, komente vijnë nga njerëz që thash nuk janë me këtë frekuencë mendimi, as ndoshta nuk janë fare në një nivel të zhvillimit personal, po thjesht shohin diçka, dëgjojnë diçka dhe thon pastaj mendimin e tyre shumë të përcipt. Nuk mendoj që kjo gjë duhet të vrasjone po asnjëri. Në fakt të po Ami dhe ju keni qenë të pamshëm të dy kur jeni një orë, mbaj mend, s'ta kam të ndonjëherë, po ja rasti sot. Ermali xhironte tek pari, diku bënte këngën Mos fustanin teta, këtë mbaj mend si refren, po titullin nuk e di. Po, kemi dalë në një gazetë atëherë. I kam ato gazetat. Ermalit për këngën dhe më thotë mbazit do jem thotë për xhirim, shkoj me fotografin, të xhiroj dhe vjen ti. Dhe ndërkohë aty se erdhi surprizë. Ndoshta ai e dinte, mund ta ketë bërë pak stile, nuk e di. Dhe sigurisht fotografi kapi foto duke u kutur ju dhe ajo doli kaq të fare. Po, mbaj unë kam ato gazeta si ruaj. Në mediatikisht edhe kur rikthehet ndonjëherë kujtimeve, gjithë të rrugëtime, kështë menduar kështu me Ermalin? Atëherë ai aktor humori, ishte në portokalli, këngëtar? Sigurisht që nuk e kisha menduar kështu, por për mirë, në fakt sepse jeta ka qenë shumë e bukur se çun mund ta kisha menduar në atë kohë. Në atë kohë kam qenë një vajzë e re, shumë genuine, i besova instinktit tim. Pëlqeva tek Ermali atë që e them me zot lart edhe sot e kësaj dite, energjinë atij njeriu që është shumë e mirë edhe sinqeritetin, pra ai është shumë i chillter. Ndonjëherë vërtet atë dhëm, por Ermali është shumë i chillter edhe ka një energji shumë të mirë në mënyrën se si trajton njerëzit edhe se si ti ndihesh komod me të. Kjo gjë më ka bërë në fillim që t'i ktheja syt nga ai edhe thoja që po, ky është njeriu i jetës time. Po ka një sepse të nxjerr më të mirë nga vetja. Ka diçka Ermali jo pozitive që ty të pëlqen, që të ngris nervat, që ja thua gjithmonë ndryshohen?
Po duhet ketë, se tani nuk më kujtohet, po, patjetër që duhet ketë, gjithmonë lë këto dritat edhe dollapët hapur për shembull. Në shtëpinë time gati lëndës. Gjithmonë ka një në shtëpi që bën. Okej, por në karakter jo, nuk mendoj që ka diçka që më bezdis. Ka pasur momente që më bezdiste të qenit shumë transparent ose të thënit të gjërave në një grup të madh, ashtu siç ai e mendon dhe unë pastaj që thoja, po moderoje pak mendimin ose mbaj ca për vete, por jo, pastaj e kuptoj që ai ashtu e ka natyrën dhe ajo është forma e komunikimit dhe në fund fare ai është mali. Nuk lëndon njeri, thjesht është i sinqertë dhe kaq. I shef filmat e Ermalit si një panseti, ja pëlqen krijimtarin në kinema që bën? Po, patjetër që i pëlqej kreativitetin, për duke qenë natyrë artisti, ai është shumë kreativ, është shumë spontan në gjërat që bën, dhe një histori kur e tregon ose edhe në trajnimet që ai bën, asnjëherë nuk janë të njëjta, edhe pse teksti mund të jetë i njëjtë, ai gjithmonë ka një mënyrë të re për të interpretuar dhe për të thënë gjërat. Kjo gjë është një nga talentet që ja admiroj, por patjetër dhe filmat. Janë super produksione që 2 gishmjal 2. Sepse mendoj që është filmi më i arritur dhe nga ana e produksionit, është xhiruar në 2 shtete, gjysmë Shqipëri, gjysmë Zvicër, edhe ka patur një super staff dhe duke parë edhe backstage-in kam qenë pak wow, e mrekulluar. Po vetë nuk e të nduar ndonjëherë të bësh pjesë, sepse është më se e zakonshme tani që producent përfshin edhe gratë në filma. Jo, nuk më të ndon fare, jam shumë mirë kur e shoh atë që bën atë punë që di ta bëj shumë mirë, dhe t'jem krah ti, ta mbështes, të kënaqem, të argëtohem me të, por që t'jem pjesë vete e aktrimit nuk është më ka intriguar ndonjëherë. Po filmat e tjerë që bëhen në Shqipëri, i ke parë? Kam parë disa, më vjen mirë që industria e kinematografisë në Shqipëri po lulëzon. Patjetër që mund ketë gjëra për të rregulluar, por duke e ditur se sa shumë investim do një film. Gjithë rrugëtimin e si bëhet një film. Ka vështirësitë e veta, ka shumë vështirësi, por i komplimentoj dhe më vjen mirë që industria e filmit ka filluar të prodhoj edhe publiku shqiptar sheh filma shqip. Televizionin e ndjek, çfarë të pëlqen sot në televizion? Televizionin me thënë drejtën nuk e ndjek, pothuajse fare, përveç në një momenti të caktuar, për ndonjë qëllim të caktuar, por nuk është pjesë e rutinës më. Portokallia jo se jo? Nuk është se unë nuk dua ta ndjek, po ndoshta ai orari darkës, ditën e diel, me fëmijët, angazhime. Dhe mund ta ndjek në momente, po që të rrit të ulem dhe të shoh një program nga fillimi në fund, jo, kjo nuk ndodh më. Edhe mendoj që jo vetëm për mua, po për shumë njerëz, sepse televizioni po çfarë sheh? Ka ndryshuar. Çfarë konsumon? Si merr informacionin? Më pëlqen kur kam kohë, sidomos në darkë kohë të lirë, më pëlqen të shoh ndonjë dokumentar në Netflix ose ndonjë film të rekomanduar. Këto zakonisht. Në televizion vetëm këto mund të shoh. Sepse lajmi merret nga social media, kështu që çdo gjë është në telefon tashmë. Duke pasur eksperiencë tënde, një eksperiencë rritje nga balerinë, prezantuese, tashmë në biznes, si të duken sot modelet që promovohen në ekran? Mënyra si përsidhen, mënyra si përshfaqen, ke një opinion, një mendim, apo edhe një këshill? Sot televizioni ka ndryshuar, goxha. Kohë më përpara, para 20 viteve, patjetër që informacioni merren nga gazeta, merren nga lajmet dhe nga media, pra të ulesha përballë ekranit, ndërsa sot televizioni mendoj që furnizohet nga social media, edhe showbizi vërtet krijohet në social media dhe furnizon televizionet, pra është komplet e kundërta që ndodh. Ka shumë zhurmë në social media, por ndonjëherë dhe gjëra që janë antivlera, jo vlera. Por sfida më e madhe sot e gjithë njerëzimin mendoj është që të jetë sa më selektiv dhe të fokusohet në atë direktivin dhe në qëllimin e ditës apo të projektit që ka çdo person, sepse ka shumë distraction, i thon shumë shpërqendrim kudo nga social media. Por të rinjt në media
një këshill që do t'ju jepja është që jo vetëm media në fakt, që gjithë të rinjve, duke qenë edhe në biznes kam kontakt të vazhdueshëm me stafet e ndryshme që kam kaluar në gjithë këto vite dhe me të rinj dhe mendoj që e mira më e madhe që mund të bëjmë vetes është përveç se të zhvillohen profesionalisht, të japin më shumë se çfarë kërkohet. Të japin më shumë, mos t'i shohin gjërat brenda kornizës, sepse do vi një moment që do t'i kërkohet më shumë, po do jetë pak vonë, se vetë jeta, zinxhiri i jetës të kërkon që të jesh në një nivel të caktuar. Orari është ky, puna është kjo dhe nuk marrin as përgjegjësi dhe as duhet të zgjerojnë pak përmbajtjen e tyre përveç formës me të cilin prezantojnë një projekt, qoftë televizion apo kudo tjetër. Duhet të zgjerojnë kapacitetet tani. Edhe nëse su duhet që t'i përdorin kur t'i duan. Po sfida me fëmijët e tu, cila është sot? Sfida me fëmijët është shumë intensive dhe ndikimi në shqetësim që unë kam shumë është telefoni, rrjetet sociale, nuk e di se si i balancon çfarë orari dhe çfarë kushtesh u vënë në këtë drejtim. Është vërtet që shumë e vështirë sot me fëmijët të vësh këto balanca, duke qenë se trysnia jashtë derës së shtëpisë është e madhe, me median, me rrjetet sociale, qoftë edhe me formimet e ndryshme që kanë fëmijët e tjerë me të cilët ata kalojnë ditën dhe rrinë. Me të drejtën për telefonin, ne kemi qenë pak të vendosur me djalin, që është dhe më i madh, nuk kemi marrë akoma asnjë telefon. Ai kur flet ndonjëherë me klasën, merr telefonin tim që të lidhet me ta, por i kemi premtuar që do t'ja marrim për ditëlindje, sepse bën 13 vjeç edhe mendoj që është një fazë që i duhet tashmë që mos komunikoj edhe nga telefoni im, sepse duhet të shkëputet, duhet ketë atë privatësinë e tij. Por ja kemi bërë të qartë, edhe ai është mësuar me këtë fakt dhe nuk e kërkon prej kohësh. Teknologjia është një pjesë e pandarë. E kanë në shkollë, duhet të vazhdojnë projektet prapë në shtëpi. I gjithë çelësi këtu mendoj që është orari se sa e përdorin dhe balancimi midis një jete sociale tjetër me sport, me aktivitet, ose duke lexuar, se leximi gjithmonë më tepër po ikën nga fokusi i fëmijëve. Kështu që në ato orarin e darkës të paktën 10 minuta çerëkore ne mundohemi që fëmijët të lexojnë, qoftë anglisht apo shqip, po të paktën 10 minutë. Po në të rutinën tënde të punëve, të jetës familjare, ke kohë të zhvillosh një pasion, çfarë bën ti për të kënaqur veten dhe për t'i bërë qetin vetes? Përveç udhëtimeve dhe organizimeve që bëjmë me miqtë tanë, mua pëlqen shumë tenisi. Dhe tani që fillon pranvera, hapet koha, më pëlqen shumë të luaj tenis edhe me aq mundësi sa kam të kap orarin e mbasdites dhe ta praktikoj, sport shumë i bukur. Por kjo, vetëm kjo. Sot që do të transmetohet emisioni është dita e verës. E feston çfarë ndjesie ti jep dita e verës? Çfarë është për ty? Nuk më jep ndonjë ndjesi të veçantë, për mua vera fillon që me datën 1 mars, që kur fillon muaji mars, por më pëlqen që njerëzit festojnë. Ka tufa me mimoza edhe njerëzit kanë pushim. Mimozat ka ardhur vera. Po mbaruan herët këtë vit. Mbaruan herët. Ami, shumë faleminderit për këtë bisedë të këndshme që rodhi shumë shpejt. Faleminderit shumë që erdhen. Edhe uroj të ecin mbar gjithë projektet e tua. Do të jesh e suksesshme kështu siç ke treguar deri tani. Faleminderit shumë. E vlerësoj. Për mua ishte shumë kënaqësi që ndam këtë bisedë sot, por edhe gjithë bisedat që kemi bërë në podcastin Top Tani. Është takimi ynë i fundit për këtë sezon. Faleminderit dhe CNN që ndan këtë rubrikë çdo të shtunë me ne, në takofshin dhe gëzuar 14 marsin.